A janë personazhet publik, politikanët, prezantuesit, këngëtarët, influencerat të varur ndaj vëmendjes? Absolutisht po. Këto janë sfera dhe më e lartë e varësisë që kanë ndaj vëmendjes. Ata nuk jetojnë dot pa vëmendje, sepse ata dhe paguhen për vëmendjen që marrin. Kështu që ato kanë të ardhura nga kjo gjë. Kur ata nuk kanë vëmendje, pësojnë kriza në identitet. Pra kur fama atyre bie, ata kuptojnë se cili është personaliteti i tyre. A mund të jesh personazh publik pa qenë i varur nga vëmendja, por vëmendjen ta përdorësh për benefite financiare apo ku ta di unë? Po si mund të arrish një gjë të tillë? Pse di, thjesht e pranon faktin që ty të njohin dhe këtë vëmendjen që ke mundosh ta shfrytëzosh, po nuk të shqetëson edhe nëse nuk e ke apo nuk do. Po atëherë truri yt nuk do jetë aq produktiv për të nxjerrë gjëra të mira, sepse shiko Ronaldo, ne jetojmë në një botë ku jemi bërë të gjithë pjesë e botës së internetit dhe duhet të jemi shumë kreativ. Çfarë ndodh një personazh publik kur nuk e ka më të njëjtën vëmendje njësoj, siç mund ta ketë pasur në një kulminacion të karrierës së tij? Atëherë pëson ankth, stres, krizë identiteti. Pyet veten, kush jam unë tani pa duartrokitet e publikut, pa vëmendjen e publikut. Atëherë ai vazhdon dhe kupton çfarë është personaliteti i tij pa famën. Pra si është ai pa famë. Sepse kur ti je i famshëm, kur të tjerët të duartrokasin, ke një personalitet tjetër, ndërsa kur ti je pa të duket sikur gjithçka kthehet përmbys. Dhe mendoj që këta njerëz e përjetojnë më shumë disfatën që kanë nga humbja e vëmendjes së publikut. Se sa njerëzit e thjesht, domethënë që mund të kenë në një moment nga shoqëria e tyre.